Plot 5.000 vende kanë mbetur pa u plotësuar në të gjitha universitetet publike të vendit. Kjo shifër ka dalë pas përfundimit të pranimeve për javën e parë të vitit akademik. Arsyet e këtij bollëku vendesh bosh kanë ardhur si rezultat se një pjesë e madhe e studentëve u ka dalë drejta e studimit jashtë vendit, ndërsa pjesa tjetër janë të pakënaqur me preferencën ku janë shpallur fitues. Kjo i ka shtyrë të zgjedhin të studiojnë në universitetet private. Këto 5.000 vende do të rishpërndahen për ata që deri më tani nuk e kanë pasur emrin në listën e fituesve të shkollave të larta. Kjo është mundësia e fundit për të gjithë ata që nuk u ka dalë emri në listat e fituesve të shkollave të larta deri më tani. Formulari A3, kuotat e mbetura bosh në çdo deg dhe udhëzimi detajuar se si mund të plotësohet dhe nga kush mund të plotësohet, pritet të dalin gjatë ditës së sotme. A3 është tashmë mundësia vetme çdo të riu që nuk fitoi në fazat e mëparshme një vend në universitet të rifutet sërish në garë për një deg në institucionet e arsimit të lartë. Burime pranë Agjencisë Kombëtare të Provimeve shpjegojnë se janë rreth 5.000 vende të mbetura bosh që do të thotë kanë pasur emrin në listën e fituesve, kanë konfirmuar emrin por nuk janë paraqitur fizikisht gjatë kësaj javës së parë të mësimit për të regjistruar që ishte edhe kushti që të konsideroheshin student në degën ku janë shpallur fitues. Pas përfundimit të regjistrimeve në çdo fakultet, të gjitha universitetet publike janë të detyruara të deklarojnë pranë AKP-s kuotat e mbetura bosh, të cilat do të jenë pjesë e formularit A3. 3.000 kuotave të mbetura bosh në fazën e parë dhe të raportuara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit janë shtuar edhe kuotat bosh të mbetura si pasojë e largimit të rinjve jashtë vendit. Po të njëjtat burime thonë se nuk pritet të ketë surpriza për A3 pra ndryshime në formatin e tij, ndërkohë që ai do të plotësohet online. Vetëm në këtë rast të rinjt do të futen në sistem për të konkuruar me pikë vetëm për kuotat e shpallura bosh në degët që ndoshta ata si preferojnë por që kanë ngelur bosh.